Nga garnizoni Zallherri drejt qendrës së stërvitjes në Biz, nisja këtyre trupave të forcës toksore shqiptare u bën orët e para të mëngjesit të sotëm. Kjo shënon edhe fillimin zyrtar të stërvitjes së përbashkët Defender Europe 25 dhe në Republikën e Shqipërisë. Kjo stërvitje ndërkombëtare, një nga më të mëdha dhe më komplekse e dekadës së fundit në Evropë dhe Afrikë, zhvillohet në udhëheqjen e komandës evropiane të SBA-s në bashkëpunim të ngushtë me vendet aleate dhe partnerët të NATO-s. Shqipëria si një nga vendet pritëse kryesore luan një rol strategjik në garantimin e suksesit të operacioneve dhe zhvillimeve të planifikuara. Në njoftimin e Ministrisë së Mbrojtjes thuhet se kjo ministri dhe forcat armatosura të Shqipërisë mbeten të angazhuara për të siguruar një mjedis operacional të suksesshëm dhe për të kontribuar në mbrojtjen kolektive, stabilitetin rajonal dhe paqen ndërkombëtare. E derisa në Shqipëri sot ka filluar ky ushtrim, në kampin ushtarak të Forcës së Sigurisë së Kosovës në Babaj të Bokës, tashmë po zhvillohen stërvitjet. Qysh nga dita hënë, aty janë vendosur përveç trupave të FSK-s, ushtarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Shqipërisë, Kroacisë, Maqedonisë së Veriut dhe të Bullgarisë. Krah 1000 ushtarëve të Forcës së Republikës, pjesëtar të këtyre shteteve në këto male do të demonstrojnë aftësitë profesionale dhe ushtarake. E gjithë kjo në udhëheqjen e ushtrisë së SBA-s. Për ish ushtarakët dhe njës të çështjeve të sigurisë, mbajtja për herë të tretë të këtij ushtrimi në Kosovë është një lajm shumë i rëndësishëm për vendin. Në ngritjes kapaciteteve edhe njësive për atë të FSK-s, po njëkohësisht edhe certifikimeve individuale të ushtarakëve dhe ushtarëve. Kështu që ne llogarisim se kjo është një prej ushtrimeve më të rëndësishme të Forcës Sigurisë së Kosovës. Duke qenë se Republika e Kosovës është vend pritës, ajo po luan rol kyç në këtë ushtrim. Truri i kësaj stërvitjeje, Divizioni 28 i Komsorisë së Ushtrisë së SBA-s, është vendosur në aeroportin e Gjakovës. Nga aty, kjo komandë taktike amerikane do të udhëheqë me të gjitha brigadat në regionin e Evropës Juglindore. Dhe vetë zgjedhja e SBA-s për vendosjen e këtij divizioni në Kosovë tregon për besimin që ka Amerika në ushtrinë e vendit. Kosova është një shtet mik dhe shumë lojal, populli i Kosovës është ndër më lojalët, më pro-amerikanët, prandaj edhe në këtë kontekst besueshmëria dhe për stabilitetin e Kosovës, besueshmëria për partneritetin që ofron Kosova dhe FSK në këtë rast janë të vlefshme dhe janë shumë të çmuara. Për mua kjo është një rikonfirmim i besueshmërisë dhe i aleancës miqësore. Defender Europe 25 synon rritjen e ndërveprimit mes forcave të armatosura aleate, forcimin e gatishmërisë ushtarake dhe aftësive për të reaguar shpejt ndaj çdo kërcënimi të mundshëm në hapësirën euroatlantike.